Janë tre përbërës kryesor, të cilët do të përcaktojnë fatin e rrudhave tona në fytyrë dhe në qafë. Ato janë kolagjeni, elastina dhe acidi hyaluronik. Rrudha është pakësimi, humbja, dëmtimi ose mos funksionimi i këtyre përbërësve në shtresën e mesme të saj. Ky proces dëmton kolagjenin ose shkaktor kryesor është glycation, është një proces i cili dëmton kolagjenin dhe elastinën dhe bën lëkurën tonë të duket më e plakur dhe më e errët në ngjyrë. Si të kemi një lëkurë të shëndetshme dhe në mënyrë natyrale dhe edhe falas, fare thjesht më ndiqni në këtë video. Lëkura është organi më i madh i trupit tonë, ka një sipërfaqe pothuajse 2 metra katror dhe kryen shumë funksione. Më kryesorët janë mbrojtja nga mikrobeve funksionon si një barierë, si një kufi. Na mbron nga lëndet e ndryshme kimike, nga uji, nuk lejojnë uji që të futet në trupin tonë, na amortizon goditjet, shkon si syngjera ose si amortizues. Mban një temperaturë normale, është shumë e rëndësishme duke lejuar djersiten për të ulur temperaturën dhe për të ngushtuarin e gjakut ose muskujt për të rritur temperaturën. Na mbron gjithashtu nga rrezet ultraviolet të diellit, dhe sepse prodhohet melatonina, ajo që ne na nxit me fjalë. Edhe gjithashtu shumë e rëndësishme është sepse në lëkurë prodhohet vitamina D, nga kontakti me diellin i kolesterolit. Kolesteroli si gjithmonë ka thënë është i mirë. Po ashtu ai ndihmon në përthithjen, por shumë të kufizuar, të lëndëve nga jashtë. Këtu hyn edhe kremat ose kozmetika e ndryshme. Rrudhat janë një proces biologjik i pashmangshëm, por ne kemi ama në dorë që të ngadalsojmë, të ndikojmë në mënyrë që ato në mënyrë natyrale të jenë sa më të vonuara në moshë. Përshëndetje miq, unë jam Vali. Në këtë video nuk do të prek ato qindra mira metoda, produkte kozmetike të lëkurës, teknika të ndryshme që kryen ana mban botës, kirurgjit, por ama do ju tregoj nga ana fiziologjike dhe mjekësore se si krijohen rrudhat dhe si të heqin shumicën e tyre në mënyrë sa më natyrale. Lëkura përbëhet nga 3 pjesë kryesore, po i marrim nga shtresa më e thellë deri në sipërfaqe për të pasur një ide se ç'ndodh me lëkurën dhe si të kujdesemi me lëkurën. Po nuk ditur çfarë është lëkura, nuk do kujdesemi dot për atë. Do kujdesemi gabimisht, ndoshta ta dëmtojmë. Pjesa e nën lëkurës ose hypoderma që quhet, ka vetëm një stres të trash, shumë të trash dhjamore, me endi dhjamor mos e shumë, sikur ka dhe enë gjaku, ka enë limfatike, ka fije nervore me fjalë edhe muskujt të lëmuar. Pjesa kryesore ose ajo që quhet derma ose lëkura, ose ajo ka 2 shtresa. Shtresa e poshtme që quhet shtresa retikulare, sa për kuriozitet, shumica e saj 85%, dhe shtresa e sipërme që quhet shtresa papilare. Papilare është kur janë në këtë formë, në këtë lloj mënyre, ato forma e lëkurës, bashkohet me shtresën tjetër. Këtu kemi pikërisht kolagjenin, këtu kemi elastinën, këtu kemi shumë acid hyaluronik, janë gjithë ato pjesë e indit lidhor. Kemi dhe gjëndra djerse, kemi kapilar gjaku, kemi enë limfatike, baresa nervore për temperaturën, për dhimbjen. Pra lëkura është organ, ka një organ, ka shumë funksione brenda saj. Dhe pjesa kryesore ose pjesa e sipërme mbi lëkura është ajo që një pjesë të saj ne arrim ta shohim, ajo që ta dallojmë. Janë 5 shtresa, po të marrim nga poshtë sipër, është stresa bazale, ajo që krijon këto qelizat. Kemi jep dhe ndjeshmërinë edhe prekjen. Kemi shtresën tjetër, spinozëm ose Langerhans, janë 10-20 stresa të tjera. Këtu janë qelizat imunitare, funksionon qelizat imunitare për të mbrojtur ndaj viruseve, ndaj mikrobeve që jemi në kontakt tërkohës me jashtë. Shtresa e tretë arrin ta shohim, është shtresa granulozëm ose aty ku prodhojnë melanocitet. Melanina e dini që është ajo ngjyrës, përcakton ngjyrën e lëkurës së gjithë racave në botë. Por aman edhe kur shkojmë në diell dhe ne nxjehemi është pikërisht sepse do ne prodhojmë shumë qeliza melanocite dhe marrim këtë ngjyrë ose këtë skuqe të lëkurës sonë. Shtresa e tjetër është shtresa lucidum, në të cilën ndodhen keratonet o keratocidet. Janë kethonj për shembull ose ke zbokthi në kokë me fjalë. Janë rreth 10 shtresa. Dhe shtresa e sipërfaqësore ose më e lartë me fjalë, janë 25-30 shtresa që janë qeliza të ngordura, të vdekura në fakt, po dhe ajo është ajo që shtresa që bie zakonisht. Pra, në pjesën e dermës ose të lëkurës ndodhen gjërat e djersit, siç u thash, të yndyrës, kemi muskuj, kemi qimet, rrënjët e qimeve, po ashtu ndodhen dhe
sa për kuriozitet, aroma e gjithse kujt prej nesh ose era specifike gjithse kush prej nesh është pikërisht sepse ndodhet pikërisht në këtë pjesë të dermës, po jo në gjithë trupin ton, jo në lëkurë, ndodhet vetëm në zonën e sqetullave dhe në organet gjenitale, sa për kuriozitet. Tre janë shkaktarë, siç e thash, kryesor ose të drejtë për drejtë, që ndikojnë në procesin e plakjes ose të rrudhjes ose dëmtimit të lëkurës. E para është glukoza, e cila gjendet ke drithrat, ke karbohidratet. Çfarë bën glukoza? Si shikoni këtu në fotografi, glukoza ka afinitet ose ka lidhet në mënyrë shumë të shpejtë, menjëherë shumë të kollajshme me, siç thash, me kolagjenin dhe elastinën. Dhe duke e shformuar dhe e bën të ngjitshme. Pra, llogarisë sikur keni zamk ose vinovil ose tutkall, kur e prekni me dorë fillon e ngjitet. E njëjta gjë kryhet edhe me, kjo është glycation. Kjo është ajo që procesi quhet glycation ose ngjitshmëria, zamkimi, si mund ta thënë. Kjo zakonisht lidhet me kolagjenin tipit të parë. E dyta është shumë e rëndësishme, është fruktoza. Siç që kam thënë gjithmonë, çdo lloj veprimi që ka glukoza, fruktoza e ka shumë herë më tepër. Në rastin e kolagjenit ose të rrudhjes të fytyrës ose të plakës të qelizave, fruktoza vepron ose glykon ose ngjit 7 deri në 10 herë më shumë se sa glukoza. Pra efekti i fruktozës që zakonisht ke frutat ndodhet 7 deri në 10 herë më shumë. Fruta është gjëja më e dëmshme që ne marrim në jetën tonë, më vjen shumë keq me fjalë, pavarësisht kundërshtive, pavarësisht rekomandimeve që jepen, bizneseve që bëhen nga ana mjekësore dhe nga ana biokimike, kjo është e vërtetë. Gjithçka tjetër, mjafton që të keni informacionin, veproni vetë për gjithçka tjetër. E treta, është glukoza, është fruktoza. Dhe e treta është galaktoza. Galaktoza ndodhet më së shumti në qumësht, gabimisht ne e pim gjatë gjithë jetës, është vetëm për fëmijët deri në moshën 3, 4, 5 vjeç maksimumi. Pastaj ne mund të përdorim produktet e qumshit, edhe ato kanë galaktozë, por jo aq shumë. Sidomos kur merren sasi të mëdha, ju kam thënë që ato kanë edhe keizomorfin që krijojnë varësi, po aman edhe duke u marrë shumë, ato shndrojnë në glukozë dhe glukoza do krijojë këtë ngjitshmërinë e kolagjenit dhe do krijojë rrudhje. Pra nuk janë se janë të freskëta, do bëjnë të freskëta. Gjithashtu kemi edhe 3-4 shkaktarë të tërthot shumë të rëndësishëm, e fjalë që besoj ju i dini, është stresi, sepse kur kemi stres do rritet kortizoli dhe adrenalina, hormonët e stresit, të cilat në trup detyra tyre është që të prodhojë sheqer menjëherë dhe ku e gjen këtë do marrin proteinat. Proteina më e bollshme në trupin ton që ndodhet në një lidhor quhet kolagjen. Pra ai do marrë kolagjen. Stresi do na shkaktojë neve gjithmonë dëmtim ose marrje ose harxhim të kolagjenit. Sa më shumë të harxhohet, kur ne nuk e zvendçojmë dot, do krijohen edhe rrudha. Po ashtu siç e thash, kjo video e gastritit është shumë e rëndësishme, janë kur ne kemi probleme me stomakun dhe marrim ilaçe. Pra ilaçet që marrim ne për stomakun, si ato protein pump inhibitor, PPI që quhet, ose hidrogen inhibitor, H2, me fjalë. Këto do pengojnë gjithë ato ilaçe. Shikoni këtë video, shumë e rëndësishme sepse do kuptoni shumë gjëra të tjera. Duke marrë këto ilaçe ne ulim acidetin e stomakut dhe e para nuk do harim të shpërbëjmë ose të ndihmojmë në shpërbërjen e kolagjenit që marrim nga jashtë. Pra nuk do kemi dot kolagjen, do ta harxojmë atë që marrim, nuk do shpërbehet dot dhe nuk do tretet, do të përthithet nga zorët. Dhe e dyta, edhe këto mineralet, natriumin, kalciumin, magneziumin edhe hekulin. Pra, kur ne kemi aciditet jo të përshtatshëm në stomak, ne do na mungojnë marrja këtyre materialeve. Dhe kjo është lëkura. Lëkura nga kjo përbohet, nga kolagjeni dhe nga mineralet edhe vitaminat sigurisht. Pra, siç u thash, edhe mineralet po edhe kolagjenin. Duhani dhe alkooli. Nuk besoj se asnjë nuk do zgjatem ke këto të dyja, me fjalë janë më së vërtetuara prej më shumë se 50-60 vjetësh, nga ata që janë pro dhe nga ata që janë kundër. Qoftë edhe nga bizneset e tyre, qoftë nga industria e duhanit ose alkoolit, ata i pranojnë që dëmet janë, po ata thonë përgjegjësinë mbajeni vetë. Dhe oni dini çfarë janë dëmet dhe mbajeni vetë përgjegjësinë. E njëjta gjë po e them dhe unë. Ju dim çfarë dëme janë zakonisht të mëdha. Këto probleme ose që thash këto shkaktarë të tjerë e bëjnë lëkurën të duket të shformuar, pra humbetet një trajtshmëria ose humbetet ajo tekstura që quhet e lëkurës. Ngjyra e lëkurës gjithashtu është shumë e rëndësishme për të ditur, bëhet më e errët dhe bëhet më kafe si ngjyrë, nxihet, pikërisht sepse kemi këtë procesin, procesin e plakjes që quhet AGS, sa për shkurtimisht Advanced Glycation End Products, në kuptimin produktet përfundimtare
të gjithshmërisë sa avancuar, të tepruar me fjalë. Ky proces shkakton dëmtime kudo në trup, plakje para kohe, çliron radikale të lira ose oksigjen, pra bën atë që quhet ndryshje. Oksigjeni çfarë bën? Oksigjeni si bën ke hekurin në natyrë, të njëjtën gjë kur janë radikale të lira, reaktiv oxygen species, siç e kam thënë edhe më para, ose stresin oksidativ, pra gjithçka që ka bënë me oksigjenin e paqëndrueshëm, reaktiv, ai çfarë do bëj? Ai do çlirohet dhe do krijojë këto proceset të glycation. Ajo çfarë shumica e njerëzve në ditët e sotme përdorin, sidomos femrat përdorin trajtime të lëkurës, trajtime të përditshme, janë qindra mijëra lloje kremash, serumesh sot në botë, bëjnë botoxe, fillera, kirurgji plastike, lazer, radiofrekuenci, ILP, procedure, PIP, microneedling, red light, liposuction, për të cilat sot unë nuk do i anashkaloj dhe nuk do jap në një mendim personal në këtë video, sepse e di që reagimet do të jenë të gjithfarë çordollojshme nga të gjitha anët. Po ashtu ka dhe lloj-lloj, fatkeqësisht ka dhe lloj-lloj suplementesh ose ushqimesh të çuditshme pas një bazë mjekësore, biokimike ose shkencore, që njerëz të çuditshëm i rekomandojnë nëpër televizion dhe i shikoni çdo ditë dhe ndoshta edhe i besoni. Nuk ka asnjë lloj çudie në këto lloj suplementesh. Sepse siç u thash, jo çdo produkt që reklamohet për lëkurën është i mirë. Shumica jeni të sigurt, shumica e tyre bëjnë të. Cili është sekreti natyral, siç u thash, kundër rrudhave, për një lëkurë të shëndetshme. Lëkura jon sa për djeni ndrohet çdo 90 ditë. Stresa e sipër me saj do një muaj e gjysmë, po gjithë lëkura për 90 ditë. Pra çdo 90 ditë ne kemi një lëkurë totalisht të re. Kur ne fillojmë të përkujdesemi për lëkurën, efektet do i shikojmë të paktën pas një muaj, maksimum pas 3 muajve. Trajtimi i shëndetshëm duhet bëhet nga brenda jashtë dhe jo nga jashtë brenda, me fjalë. Do nuk është produkte të jashtme, po do nga ushqimi që do marrim. Synimi për të mbajtur një lëkurë të freskët dhe të shëndetshme është që ne të largojmë ose të heqim atë ujin e ndenjur që rri ndërmjet qelizave, mbetjet e mbeturinave të produkteve të metabolizmit. Pra çdo lloj procesi që krijon energji në trupin tonë ose në qeliza, ata lëshojnë mbeturina ose mbetje, të cilat duhet të thithen ose të tërhiqen. Kur kemi këtë glycation, këtë ngjitshmëri me fjalë, ato ngelin aty, nuk ikin dot, sepse janë ngjitur. Edhe nuk, prandaj do duket lëkura e tërhequr, e shformuar edhe e rrudhur. Pra duke bërë kryesorja që ne duhet të bëjmë me fjalë, që të heqim këtë ujë është një fastë i gjatë. Fillimisht, mund të fillojë direkt me një fastë 24 orë, 36, 48 orë. Sepse në këtë mënyrë neve fillojmë edhe bëjmë pastrimin e këtyre, po nxisin prodhimin e molekulës oksidit të azotit. Siç e thash, ke leksioni ose ke video mbi hipertensionin, oksidi i azotit është ajo që quhet molekula e jetës, e cila çliron ose zgjeron enët e gjakut, kapilarët poshtë lëkurës, duke u çliruar ose duke liruar ato kapilar, ato do arrin të prodhojnë më shumë gjak ose të marrin më shumë gjak dhe bashkë me gjakun do vinë edhe gjithë ushqyesit, vitaminat, proteinat, gjithçka tjetër që lëkurës do i duhen. Gjithashtu, duhet të shmangen, siç ju thash, gjithmonë do të shkojmë me fjalë, do të shmangen glukoza, sa më karbohidrate, drithra, buka, orizi, frutat, jashtëzakonisht, kjo është e para fare biles do ta thosha, sepse në frutat pjet me gaz, pa gaz, ato ne marrim në mënyrë të mshefur. Disa herë thonë që s'ka kalori, po ka fruktozë. Galaktoza duhet me karar dhe me masë, me fjalë, jo më shumë se sa duhet, sepse thash dhe një të gënjem dhe të hani shumë. Shtoni gjalpi nuk ka shumë, ka jashtëzakonisht shumë pak galaktozë. Për të shmangur ose për të shtuar sasinë e kolagjenit për një kohë të gjatë, me fjalë, për të shkuar të shkurtër dhe sa më shpejt që të mundemi, siç ju kam thënë edhe videot e tjera, ne mund të zjejmë kocka. Duke zjerë kocka, mund të keni aty brenda në kocka do keni jashtëzakonisht kolagjen, elastin dhe gjithashtu do keni edhe mineralet, vitaminat, proteinat edhe yndyrrat që të gjitha gjë i duhet lëkurës, këto janë. Nuk ka ndonjë shkencë të madhe. Gjithashtu, ne duhet të lëngu i mishit që ne marrim, ka dhe kolesterol, jashtëzakonisht shumë kolesterol,
që na duhet për gjithë trupin. Po në këtë rastin konkret, ky kolesterol duke lëvizur me anë të gjakut në lëkurë dhe në ndikimin e rezervave të diellit do të shndërrohet në vitaminë D. Pra vitamina D ose hormoni D realisht prodhohet duke marrë nga kolesteroli në ndikimin e rezervave të diellit. Ky kolesterol shndërrohet në vitaminë D. Pra këto janë metoda shumë jashtëzakonisht të thjeshta, çdo njeri ose sidomos femrat më mund t'i bëjnë, sepse ato kanë edhe më tepër si më thënë disiplinë. Jo alkool, jo duhan, nuk ka nevojë t'ua them edhe një herë sepse çlirojnë shumë oksigjen reaktiv. Vajrat vegetale, siç e kam thënë, vajrat vegetale bëjnë pjesë përmbërëse ose gënjejnë qelizat tona dhe shkojnë ngjiten në qeliza ose në membranat e tyre, duke dhënë shformim, se s'është origjinalja e vet, pra nuk mban atë teksturën ose atë formën e duhur, po do jetë e formuar, e deformuar me fjalë. Dhe kjo do japi atë pikërisht atë rrudhje ose tërheqjen brenda saj. Çdo lloj gjithashtu stresi është, siç u thash, është ai që krijon shumë probleme me kortizolin edhe duke hequr kolagjenin nga lëkura jonë. Stresi si luftohet stresi, është që ke vështirë, po megjithatë kush ka dhënë rezultat janë stërvitje, gjimnastika, palestra dhe agjërimi. Zakonisht rekomandoj 48 orë, po mbi 36 orë agjërim të ndihmon që të uli nivelet e këtyre hormoneve të stresit. Mos harroni që të flini gjumë me një jastëk të rehatshëm, me fytyrë lartë mundësisht nëse s'keni sleep apnea. Gjithashtu është gjimnastika ose masazhimi i muskujve të fytyrës, tendosja, ka lloj video që ju ndihmojnë, me fjalë që të shikoni në YouTube. Gjithashtu nëse keni mundësi ekonomike, mund të shkoni në SPA ose trajnoni burrin tuaj, bashortin, të shohni ca video në YouTube si të bëj masazh fytyre nga gjitha anët, janë duke ndjekur muskujt, anatominë e muskujve. 10 minuta çarekore. Jashtëzakonisht e vlefshme është përdorimi i mishit ose me fjalë kur zjedhi kockat, ajo shtresa e sipërme që ngrin dhjami i viçit, këtë mund ta përdorni në darkë, të paktën gjysmë ore ose gjithë natën nëse doni, si krem fytyre. Është kremi më natyral, është kremi shiten në Amazon, hapa për kuriozitet dhe pash, ishte nga $30 deri në $200, me fjalë, një kuti e vogël. Jo e keni falas, me fjalë, dhe është totalisht natyrale. Mbani sa më shumë të mundeni dhe do ju ndihmoj, me fjalë, që të mbani një lëkurë, sepse në dhjam ndodhen vitaminat A, D, E dhe K, ndodhen gjithë këto minerale, siç e thash, kalciumi, magneziumi, natriumi dhe hekuri. Dhe gjithashtu ndodhen acidet yndyrore, të cilat arrin në një farë mënyre të deportojnë deri në pjesën në 3-4 shtresat, derisa ta harrin në stresën bazale, pjesa e parë e stresës së epidermis. Gjatë ditës mund të përdorni kremat që për dini, me fjalë, po aman përpiquni që këto kremat të jenë sa më të thjeshta, të kenë 1 ose 2 përbërës maksimumi, jo shumë. Sa më i komplikuar të jetë kremi me sa më shumë përbërës, nuk e gjeton njëri formulën e saktë se sa na duhet neve vitamin D ose hekur ose magnezium, përveç se, siç u thash, në dhjamin e viçit është totalisht natyrale. Nuk ja rekomandoj asnjë personi, asnjë mashkull ose femër përdorimin e botoxit, fillerat, kirurgji plastike, sepse ato mund të japin një pamje të gënjeshtë në fillim të mirë të përkohshme, por do mos harroni që jeta është e gjatë dhe çdo lloj procedure do kërkoj procedura të tjera dhe do shtoj edhe stresin, po shtoja stresi do krijoni rrudha kudo në pjesë të tjera. Si përfundim, kombinimi i ushqimit me shumë yndyrna, me kolagjen, me proteina, përdorimi i lëngut të kockave, ekspozimi në diell, gjimnastika e muskujve, agjërimi i gjatë dhe përdorimi i kremit ose i dhjamit të viçit në fytyrë, do ju jap një lëkurë vërtet të shëndetshme, natyrale dhe me pamje rinore. Kjo ishte për sot. Like, subscribe dhe do shihni në videon e ardhshme. Ju uroj gjithë shëndet. Mirupafshim.